Apeli i gjykatës së posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka pranuar pjesërisht ankimin e drejtuesës së hetimit për krimet kibernetike dhe Policinë e Shtetit, Ervina Gjana, lidhur me sekuestrimin e pajisjeve elektronike gjatë një aksioni të SPAK për dyshimet e abuzimeve me akshin. Gjatë këtij aksioni, SPAK i sekuestroi Gjanës telefonin celular si dhe pajisje elektronike që i përkisnin bashkëshortit të saj. Sipas medjave, bashkëshorti i saj rezulton të ketë lidhje të ngushta shoqërore me biznesmenin Ergys Agasi, i shpallur në kërkim. Në ankimimin e paraqitur, Gjana ka kërkuar kthimin e sendeve të sekuestruara, duke pretenduar se sekuestrimi është kryer në mënyrë të palishme. Apeli i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të ndryshojë pjesërisht vendimin e shkallës së parë, duke pranuar ankimin vetëm në një pjesë të tij. Megjithatë, gjykata e posaçme apelit nuk ka dhënë më shumë detaje mbi përmbajtjen e vendimit, duke u justifikuar me sekretin hetimor për shkak të çështjeve që vijojnë të jenë nën hetim nga SPAK. Në njoftimin e gjykatës së posaçme të apelit urdhërohet ndalimi i publikimit apo dekonspirimi i këtij vendimi deri në mbylljen e hetimeve paraprake në zbatim të kodit të procedurës penale.